duhet ta njohësh patjetër atë që tjetër ka pas shok atë para tavës. Ore pse ky njeri, një deputet që ka dalë në përgjigje, që është vendosur nga banda 2021, ka dalë në përgjigje e SPAK zyrtare, e vendos prapë listë. Të thash nuk... Ata japun përgjigje, mos ja kërko Batonit të punë. Mos ja kërko, ta lëm Batonin, mos ta thotë. Jo, nuk e kam, sinqerisht nuk ka domethënie ai jam. Po ti mos e pyet për këtë, ti pyet po Jurgis Çyrbem se ai kishte vënë listë. Fjala vjen. Po ja nuk e dinte, e mori vesh i kungur. Po këtë që e di. Si Jurgis Montosh nuk e dija. Na e mbyll të gojë, 2021 nuk e dija. Tani janë publike fakt, tani e di për këtë. Që ta kërkoj Bushati. Vazhdo Bushati. Lista e Durrësit ka qenë listë skandaloze, po ti bësh të gjithë ata që ikën, janë 30.000 vota, të cilat 32% e qytetarëve të Durrësit. Janë mbledh nga njerëz o që kanë braktisë listën, o që janë sot në burg. Pra, është çmenduri. Tani Ramës ato 30.000 vota i duhen prap. Me këtë do i mbledhi? Padyshim me të njëjtin kontingjent. Disa emra i ka ndruar, këtë nuk e ndroi, por filozofia ngelet e njëjtë. Rama do ishte me kohë jo në opozit, po do ishte mas në Parti Socialiste. Rilindja do ishte shuar, në qoftë se nuk do kishte bërë prej kohësh aleancë me krimin. Çfarë fjali? Padyshim. Ska arsyetim tjetër për tonë. Ore se ishte pardje ditë e verës dhe më kujtua se nëse keni parë ka dali filmi fundit tani si u ngrit Mussolini në pushtet. Dhe kur kam parë filmin për Mussolinin, më kujtua ajo rrafja e opozitës para zgjedhjeve mes sheshit të Elbasanit. Do me thënë, ato gjëra që kanë bërë fashistët në vitet 20, i kemi parë në Shqipëri në 2021. Kështu që nuk është çudi. Fushat Partia Socialiste pa bërë as fushati merr 750.000, 800.000. 750.000. Po që nevojë ka të thash hiç pa bërë fushat. Tash gjë tjetër. Dhe e di atë se ato vota për Partinë Socialiste i ka marrë dhe Ilir Meta. Po Ilir Meta sot është në burg dhe PS-n e ka kapur Rilindja. Unë e di që e Majta ka një rezervuar votash, po prandaj të thash, Rama se fjalia nuk do të ekzistonte. Nuk do ekzistonte Rilindja, Partia Socialiste do ekzistonte, se unë i quaj dy konceptet ndara. Rilindja në koalicion me krimin nuk ka uzurpuar vetëm Shqipërinë, po ka uzurpuar dhe PS-n. Në qoftë se ky koalicion nuk do ekzistonte, as Rilindja, as Ramas do ishin as në kokë të PS-s, as në kokë të Shqipërisë. Lenci? Rama nuk bën llogari me emra, po bën llogari me numra. Lista është krijuar sipas metodologjisë së tij se si mund të krijojnë sa më shumë numra në datën 11 maj. Mbas datës 11 maj secili është në fatin e vet. Mbas datës 11 maj atëre numra do të kthehen në emra dhe atëre Rama mund të ndahet nga secili prej tyre, do të vi deputeti pasardhës. Nëse do të ketë ndonjë problem me SPAK-un në kështu me radhë, dhe si shkundër